Përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin e radhës Rishtazi. Siç e dini, tashmë na gjini në gjithë platformat digjitale të Gazetës Koha, në kanalin e YouTube-it Gazeta Koha, në rrjetet sociale të Gazetës Koha, vetë Gazeta Koha sigurisht në botimin online. Dhe do të vijojmë serin e podcasteve me politik, por dhe me biseda të jashtëzakonshme me personalitete të veçantë, dhe një të tillë kam sot këtu në studion e Koha Castit. Ai është Luan Rama, ambasador emblematik, do të kisha thënë unë. E mbaj mend dhe ju mbaj mend që në vitet e studimeve, por ju mbaj mend edhe si autor librash, rreth 70 botime. Gjithashtu ju mbaj mend ambasador edhe në kohën ndoshta më historike të mbamendjes tonë, që ka qenë Kosova dhe zhvillimet në Rambuje, ku ju në atë kohë ishit ambasador në Francë. Dhe kam kënaqësinë që jeni në Shkup për një arsye tjetër, për promovimin e një libri po aq të veçantë, që ndoshta provokon diplomacinë, sepse merret me çamërinë. Do të flasim edhe për librin. Dhe ju falemderit që jeni këtu në studio. Falemderit shumë dhe gëzohem që takohemi në këtë podcast, edhe që mund të flasim për diplomacinë, për librat, për gjithçka. Ambasador, një koincidencë, unë sot kam mbaruar një takim me ambasadorin francez, një takim me gazetar, ku shpesh bëhen biseda të cilat presupozohet që nuk do të dalin në opinion, ka një lloj misticizmi. Ta demistifikojmë këtë, sa e vështirë është të jesh ambasador, sidomos kur duhet të përcjellësh mesazhe të vështira, që ndoshta edhe nuk përputhen me bindjen tuaj. Sigurisht, domethënë, ambasadori është një zëdhënës i qeverisë në një vend tjetër. Por kur e do atë vendin tjetër, dhe që e bën si vendin tënd, puna qëndron ndryshe, je më i hapur. Dhe akoma më tepër nëse ti je artist, je shkrimtar, domethënë gjuha e një shkrimtari diplomat është më e ndryshme se sa e një përfaqësues i zyrtar të ngurtë të shkollës diplomatike e tjera. Sigurisht unë vija nga Ministria e Jashtme, kisha një stazh por dua të them që dikur kam qenë kinas, nga kinas erdhën diplomaci, nga diplomacia u riktheva përsëri në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, kështu që domethënë është një udhëtim, një itinerar mjaft interesant ku përzihet arti, letërsia dhe diplomacia. Sigurisht ka të bëjë shumë personaliteti apo jo? Po, sigurisht, për shembull ka qenë për shembull është tradita e diplomatëve francezë, ka qenë gjithmonë që ishin njerëz të kulturës, njerëz që studionin në shkolla të antropologjisë, të arkeologjisë, të letrave. Kështu që ishte një traditë është ndryshon nga tradita amerikane. Tradita amerikane është kush jep para presidentit që të bëj fushatën për të fituar, dhe nëse fiton ai, ambasador bëhet një nga ata që ka financuar fushatën. Domethënë nuk janë të shkollës diplomatike. Tani do të vë një çik në siklet, domethënë le ta quaj kështu klasa e ambasadorëve ton. S'ka lidhje të kujt vende. I përshtatet këtij përshkrimi që ju thonin, e shpesh shohim njerëz që bëhen ambasador që duke i ditur ose duke i njohur, ndoshta nuk e meritojnë ta kenë atë detyrë. Kjo është e vërtetë, e kupton, sepse luajnë, shiko, në vendet që janë në tranzicion, për shembull tranzicioni në Shqipëri vazhdoi gjatë, sigurisht influencojnë edhe njohje personale edhe gjëra të tjera, kështu që këtu keni të drejtë, domethënë. Si ti mësojmë këto politikanët e sotëm që ti çojnë ambasadorët e dukur atë? Po, gjithë problemi është ke zgjedhja që bën një kryeminist dhe një president, sepse ata janë dërguar të këtyre dy leadershipërve të një vendi. Kështu që duhet bëjë një zgjedhje e kujdesshme dhe duhet edhe shkolla diplomatike të jetë një shkollë e vërtetë. Dhe edhe këtë pjesë të diplomacisë, që disa herë për fat të keq kemi parë raste kur
çohet dikush ambasador si një pjesë e një kalkulimi politik, çohet ambasador dikush si për t'i dhënë një lloj merite, por edhe për ta larguar, por shpesh çohen edhe ambasador që nuk e kanë elekuencën, që nuk din, edhe thjesht konsiderohet si një vend pune. Ja kemi kryer I kemi zgjedhur një hall një njeriu. Pse e bëj këtë parantezë? Keni qenë 2 herë ambasador në Francë në periudha të vështira të Shqipërisë, pas viteve 90, ku sigurisht ishte nocioni I rënies së komunizmit, ishte vështirë ndoshta për të jesh diplomat me krenari për Shqipërinë e asaj kohë. Po ishte ambasador po ashtu në Paris, në Francë, pas 97-s, ku përsëri Shqipëria u rënua. Ishte një Shqipëri problematike. Si përballesh me diplomatët e tjerë, me vetë shtetin francez, kur duhesh të ta mbronin Shqipërinë? Në fakt, pjesa e dytë, sepse vitet 91-93 ishte një kohë shumë e vështirë. Imagjinoni Shqipërinë që kishte një problematike ekonomike të jashtëzakonshme, ishte një Shqipëri e rënuar, e kaosit, e shkatrimit të uzinave, fabrikave e tjera, kështu që Shqipëria ishte shumë nevojtare në atë kohë dhe zëri I Shqipërisë nuk ndihesh. Ndërsa në periudhën e 97 e mëtej, pavarësisht nga problemet e mëdha që kishte 97 dhe 98, problemi I Kosovës ishte edhe ishte një moment mjaft I rëndësishëm për diplomacinë shqiptare. Pse e them këtë? Sepse fuqitë e mëdha, domethënë Amerika, Anglia, Franca, Gjermania, kjo katërshe e fuqishme që u ngrit për të mbrojtur çështjen e Kosovës, e vuri dhe Shqipërinë në pozita pune, në pozita të një aktori politik, sepse domethënë unë mbaj mend e kupton edhe kur u bë konferenca e Rambujës, ishte si thuash Shqipëria duhet luante një rol të rëndësishëm edhe në krahun e Kosovës. Pse? Sepse edhe krahu I Kosovës ishte I ndarë në 2 pjesë. Ishte Adem Demaçi I cili mendonte se mund ta bënte luftën vetë dhe të fitonte Kosovën, ndërsa ishte UÇK-ja që filloi luftën dhe që bëri vërtet atë punë të madhe dhe që pranoi idenë e amerikanëve që shiko, neve duhet të bëjmë një konferencë të nënshkruhet karta e Rambujës në mënyrë që Kosova të gjejë vetveten dhe kështu ndodhi. Domethënë, këtu ishte edhe roli I Shqipërisë në këtë moment. Cili është roli I ambasadorit në ato situata? Çfarë mund të zbuloni diçka që ndoshta nuk është thënë, sepse unë mbaj mend atëherë kam qenë në Londër si gazetari I BBC-s dhe jo vetëm opinioni shqiptar, po ishte në vëmendje gjithë opinioni global, ndërkombëtar, për një konflikt që dominonte mediat botërore. Çfarë ndodhte? Patjetër, domethënë pse? Sepse një ambasador në atë kohë duhet të kontaktonte gjithë ambasadorët e këtyre vendeve të fuqive të mëdha. E para, duhet të shpjegonte, duhet të jepte situatën politike. Dhe njëkohësisht po kështu edhe unë për shembull kam botuar një libër që quhet Në hijen e eklipsit, edhe trajtoj gjithë kontributin edhe I bëj një omazh edhe politikës Jacques Chirac në atë kohë, I cili u bashkua me Amerikën për të goditur Miloševićin dhe janë një sër aktivitetesh të mëdha për të mbajtur gjallë këtë pozitivitet lidhur me Kosovën. Domethënë roli I një ambasadori ishte për shembull ishte me Komitetin e Kosovës, ishte me intelektualët, ishte me manifestimet e ndryshme që bëheshin. Po kështu për shembull edhe mbaj mend për shembull që edhe në Rambuje kontaktet që kisha me Kadaren për shembull, roli I Kadares në lidhje me do të pyes edhe për këtë, po. Dua te ky moment, ekziston një mit që Franca në histori nuk ka qenë në anën e shqiptarëve. Megjithatë në Rambuje me zhvillimet në Kosovë, por edhe më vonë, se me thënë perëndimi dhe komuniteti ndërkombëtar u radhit në anën e shqiptarëve. Çfarë duhet të ndodhë nga aspekti diplomatik që të ndodhin këto lëkundje të prirjeve, të fuqive që ne I konsiderojmë të mëdha ose të rëndësishme
në Europë, në botë. Në fakt, kjo ide, domethënë që Franca nuk ka qenë pro-shqiptare, është e vërtet për një periudhë caktuar. Në fakt duhet të rikthehemi gjatë luftës së parë botërore. Serbia mori pjesë aktive në krah të Antantës kundër bllokut qendror, që ishte Gjermania, ishte Turqia, ishte Bullgaria e tjerë. Dhe si thuash, në atë kohë ishte në Francë ishte një dita e Serbisë quhesh, edhe domethënë bëhesh për kujtimore e tjerë në Francë. Domethënë Franca ishte pro-serbe në atë kohë. Edhe deri në kohën e Mitterrandit e kupton që ishte domethënë lufta e Miloševićit kundër Kroacisë e tjerë. Dhe Mitterrandi thoshte që unë kur nuk do t'i bëj një luftë Serbisë. Mirë po, në kohën e Shirakut, domethënë ishte vetë ngjarje e Kosovës. Ishte vetë ky spastrim etnik i cili i elektrizoi të gjithë personalitetet botërore, mbrojtëse të së drejtës, mbrojtje të humanizmit, mbrojtës të një entiteti, të një identiteti. Nuk mund. Dhe gjithë botës, ekzili i madh, mërgimi i madh i kosovarëve drejt Shqipërisë, ju kujtoi Holokaustin. Dhe pikërisht kjo e bëri që edhe Franca të ndryshojë qëndrim, të bëhet të marrë pjesë pikërisht në këtë forcë të madhe demokratike e cila ju kundërvu agresivitetit dhe spastrimit etnik të iniciuar nga Miloševići. Pra domethënë ishte një akt demokratik, humanist, të cilën ne shqiptarë domethënë sigurisht e pritëm. Dhe ndoshta që qëndronte edhe te vetë parimet e Republikës së Pestë franceze, apo jo? Sigurisht. Por dua të ndalem edhe pak te kjo pjesë e historisë, se diplomatët janë dëshmitar direkt të historisë ndonjëherë. Dhe sigurisht në kulmin e vëmendjes të madhe të atyre viteve kur doli në skenë Hashim Thaçi, ju keni pas një rol edhe të takimit të tij me Kadaren, apo jo? Mund të na tregoni pak të detaj? Në fakt, në ambasadën shqiptare që unë kryesoja, unë i kam pritur, kam organizuar takime, për shembull kanë ardhur këta delegacionit me Thaçin në krye, kupton, por edhe personalitetet tjera të Femia Gani e të tjerë. Domethënë janë Kosova vinte gjithmonë porta e ambasadës shqiptare në Paris ka qenë një portë e hapur, por jo vetëm aq, po edhe ftoheshin gazetarë francezë në mënyrë që të bëheshin intervista, të spjegohesh çan këta njerëz. Mbaj mend një takim që kemi bërë me presidentin e Republikës Shqiptare, Recep Mejdani, dhe me presidentin Chirac në atë kohë. Edhe mbaj mend në një bisedë sipër, duke folur, më bërë një ndërhyrje, ndoshta jo aq diplomatike, për t'i shpjeguar Chiracut se cilët janë këta njerëz të UÇK-s. Edhe i thash, e para domethënë nuk janë njerëz kështu vetëm të pushkës, janë dhe njerëz të arsimit, të shkencës, janë njerëz të kultivuar, e kupton, nuk janë, sepse kishte një imazh sikur janë, si thua, njerëz të rrugëve, e kupton, që kanë marrë armat për të ashtu. Jo, janë, si thua, njerëz që vërtet nesër mund të udhëheqin. Edhe kjo ishte një ndërhyrje jo diplomatike, por e dur për t'i shpjeguar presidentit francez që këta njerëz janë, si thua, njerëz adetarë që duan të mbrojnë Kosovën. Dhe meqense e përmendëm Kadaren dhe Hashim Thaçin, mbaj mend domethënë edhe një moment mjaft interesant, Thaçi kishte ardhur në konferencën e Rambujës dhe shoqëronte një francez dhe unë i mora në makinë për t'i çuar ke Kadareja. Dhe mbaj mend po kalonim urmën e Almës, ishte një urë edhe ra telefoni. Në telefoni ishte Ramush Hayreddinaj dhe i tha që u bë lufta, thot, na u vran kaq trima tanë dhe Thaçi që i thoshe të rojnë janë martirët e Kosovës. Edhe ne vazhduam. Edhe e çoj ke shtëpia e Kadares, aty u bë një bisedë mjaft interesante midis Kadares dhe Thaçit, por Kadareja për shembull kishte edhe kontakte me Recep Qosen.
më jepte letrat mua që unë t'ja çoja Recep Qoses që ishte në Rambuje, se unë shkoja shpesh në Rambuje. Dhe si thua mbaj mend edhe një histori mjaft interesante që për të hyrë, për të takuar delegacionin kosovar, ku ishte edhe Veton Suroj e tjerë, kemi qenë me Sabri Godon që ishte presidenti, kryetari i Komisionit Jashtëm tash, edhe me Plum Gjufin, zëvendësministër i jashtëm në atë kohë. Dhe jemi futur me sepse nuk mund të lejoheshim ne të futeshim të kishim kontakte me delegacionin kosovar në Rambuje, dhe jemi futur me një makinë amerikane të ambasadës amerikane, si kur ishim amerikanë. Dhe kemi bërë një takim lidhur me, sepse aty kemi takuar Christopher Hill, të zëvendësin e Albrightit, ministres jashtme të Amerikës. Pra ka edhe kështu skena filmash në një farë lloj mënyre. Në Netflix tani është një serial që quhet The Diplomat dhe ka edhe atje për plot, sigurisht është dramatizuar më tepër, por ka për plot skenash të tilla ku diplomatët futen në fsherazi, nëpër makina. Do ndodhe kjo një ambasador. Sigurisht, po është një vërtet, që e kam përjetuar dhe është interesante megjithatë. Të kthehemi në kohën e sotme, ju këtu në Shkup jeni për një libër. Dhe unë bëra një hyrje të tillë edhe për të prezantuar juve, edhe për kontributin që keni si autor, por edhe ndoshta që për disa mund të konsiderohet kontroversial, ta themi, në çfarë kuptimi. Për ne shqiptarët jo, sepse ne e njohim historinë e Çamërisë, por libri ka të bëjë me historinë e Çamërisë, i treguar nëpërmjet Abedin Dinos, por edhe personazheve të tjerë. Libri quhet Dino shtektarët e portës sublime dhe erdhët për ta prezantuar këtu, por para se të flasim për librin, sigurisht në diplomaci kur ka ngjarje historike që nuk i pranojnë dy palët, siç ishte rasti i historisë së Çamërisë, çfarë ndodh në takime diplomatike? Si shpalosen ose sa shpalosen argumentet për një gjë të tillë, edhe si binden palët e tjera. Se për shembull për historinë çame ka një situatë të tilla, po, flasin shqiptarët, por nuk flasin të tjerë, nuk flasin grekët, nuk kanë mbështetje ndoshta Shqipëria, nuk kanë mbështetje ndërkombëtare. Unë do ta përmendim edhe letrën që e keni shkruar Mitsotakisit, por gjithsesi te kjo pjesë një. Po, do të them që tani historikisht dihet, Greqia bëri një spastrim etnik në Çamëri, domethënë në vitin 44-45 u bën masakra të mëdha në shtator të 44-s dhe në mars të 45-s. Lufta kishte mbaruar, megjithatë kolonel Zervaj, i cili ishte i krahut qeverisë djathtë, ishte koha e luftës civile që filloi në Greqi midis komunistëve, domethënë dhe partizanëve që kishin rezistuar kundër nazizmit dhe pjesës tjetër të djathtë, të cilët ishin pro-anglezë, dhe Anglia i mbështeti shumë këta. Sidoqoftë, domethënë u bë një masakër e madhe dhe ishte rasti për të përfituar për të zbuar Çamërinë. Kjo është një politikë e vjetër, është vazhdimi i politikës së megaloides, të kësaj ideje të iniciuar në mesin e shekullit të 19 nga Koletic, edhe që të zboheshin të gjitha minoritetet e ndryshme dhe në Greqinë e madhe të kishte vetëm grek. Një ide e rrezikshme, por që ata e arritën këtë gjë. Dhe si thua duke marrë shkas nga disa veprime ushtarake, ata e zbrazën Çamërinë, po zbrazën vetëm nga pjesa muslimane. Domethënë 30.000 shqiptarë u detyruan të largohen nga Çamëria, nga vendet e tyre. Tani dhe mirë, po problemi është që relacionet e Greqisë që mund bisedohesh lidhur me problemin Çam me Greqinë, edhe mbas këtyre masakrave, nuk u bë sepse u prishën marrëdhëniet. Atje në Greqi ishte ligji i luftës kundër Shqipërisë, ishte një absurditet që vazhdon edhe sot, që është në fuqi, sepse me Italinë që bëri luftën, ligji i luftës u abrogua, u hoq, ndërsa me Shqipërinë ngeli ligji i luftës. Pse edhe Greku për shembull, domethënë gjatë gjithë periudhës të
epokës Enver Hoxhës deri në 91-shin, nuk kishte asnjë kontakt me Greqinë, kontaktet vogla që filluan nga viti 87, 88, 89, por në vizitën e parë që bëri kryeministri grek i asaj kohe, Konstantin Mitsotakis, pranoi që ekziston një çështje çame. Por mbas kësaj deklarate më për çamërinë gjithçka u shua, nuk u fol më për çamërinë, nga tekstet shkollore ose tekstet historike, fjala çamëri dhe çam u zhdukën, nuk përmenden më dhe si thua tani, pse i bëra unë një letër Mitsotakisit, djalit Mitsotakis, i cili është kryeministri i Greqisë sot. I bëra një letër sepse unë nisa nga një ide që është aktuale, ideja e pardonit. Po të shikosh liderët të ndryshëm politik të Evropës, po edhe të Amerikës, në problematika të masakrave të ndryshme, qoftë edhe në një fshat që janë bërë masakra, ose për shembull raportet e Francës me Algjerinë, Macroni për shembull ka kërkuar falje për disa masakra që janë bërë në Algjeri, ose presidenti gjerman që ka kërkuar falje, ose po të marrësh qeverinë holandeze lidhur me një fshat në Indonezi që bën një masakër të vogël, domethënë bie fjala për 100 banore, kupton, dhe qeveria kërkon një falje. Pse? Sepse do të rivendosi në vend një tragjedi edhe padrejtësi që është bërë. Po, Greqia këtë gjë nuk ka shumë. Dhe unë mendoja, domethënë, duke parë këtë lloj apatie të leadershipit shqiptar për të mos folur për çështjen çame, edhe mendova që neve duhet kërkojmë të bëhet hapi i parë. Hapi i parë i një qeverie, sepse kemi të bëjmë me një Greqi që është në Evropën e Bashkuar, me një republikë demokratike, por si mund të rivendosen raporte të reja edhe pa e thënë këtë gjë, pa e pranuar këtë pardon të madh që duhet të bëjnë ata. Dhe mendon që mund të arrihet një gjë e tillë? Unë mendoj që mund të arrihet. Pse? Sepse shembujt janë. Ato që kanë bërë leadershipi evropian, ato duhet ta bëjnë edhe grekët. Ju si diplomat, kur jeni diplomat, jeni të kufizuar, ndoshta mund të keni mesazhe nga qeveritë për të diskutuar këto çështje, por jo në publik. Kurse tani, nga një pozicion tjetër, si autor, si ish diplomat, si ish shkrimtar, mund t'i thoni më hapur. Sa e vështirë është të hapen këto tema kur pala tjetër i mohon komplet? Po, i mohon komplet. Problemi është këtu, që mbas ndryshimeve politike që ndodhin në Shqipëri, qeveria shqiptare ka qenë një qeveri nevojtare, një qeveri që kishte një problematikë të brendshme, kishte një varfëri, kishte një rotacion tepër të vështirë, kishte ngjarje të rënda. Por njëkohësisht ishte edhe problemi i refugjatëve shqiptarë që shkuan në Greqi, ishte një masë e madhe. Dhe qeveria greke gjithmonë bënte presione. Domethënë mos e hapni çështjen shqiptare se ndryshe ne do kthejmë refugjat. Mos e hapni çështjen çame sepse neve do t'ju pengojmë në integrimin evropian. Dhe ky presion ka qenë i vazhdueshëm. Tani Shqipëria është në një pozicion tjetër. Është një pozicion që ka një zhvillim tjetër. Edhe po bën një politikë evropiane mjaft interesante. Për shembull, politika e sotme evropiane e Shqipërisë është për të përgëzuar. Unë jam shumë i gëzuar në këtë. Edhe pse më vjen keq që ka një korrupsion të jashtëzakonshëm edhe ka një problematikë tjetër të brendshme, por ka një ecuri pozitive. Kështu që Greqia nuk mund të sillet më me Shqipërinë siç është sjellur fill mbas 90-s. A mendoni që stabiliteti i Shqipërisë ekonomik, përparimi i Shqipërisë drejt integrimeve në fakt do të lehtësoj, si më thënë, nëse fjala e duhur lehtësoj, por do të akomodoj hapjen e këtyre temave? Po sigurisht. Për shembull, janë edhe dy analistë britanik, siç është Miranda Witzker dhe James Pettifer. Ata janë analistë shumë të mirë, kupton? Ata e kanë trajtuar çështjen çame në botimet e tyre në revista britanike dhe ata thonë që shiko, është e mundur që
ky debat të hapet dhe duhet të ndërtohet një dialog i strukturuar midis qeverisë shqiptare dhe greke në mënyrë që gjërat të thuhen. Për shembull, Greqia deri sot i ka të ndaluar arkivat e saj të hapen para historianëve shqiptar. Një historian shqiptar që do doj të studioj historinë çame, çka ka ndodhur edhe të kërkojë në arkivat e greke, ato janë të mbyllura. Ndërkohë që historian grek mund të vinë në arkivat shqiptare janë të hapura për gjithë botën. Dua të them që kjo politikë duhet të mbarojë, kupton, nuk mund të ndërtohen raporte të mira dhe të një bashkëpunimi më progresiv midis Shqipërisë dhe Greqisë, pa sheshuar një problematikë tillë që ambasadora, a është kjo një lloj mendësie e Ballkanit ku kemi frikë nga vetvetja, nga historitë dhe nga të vërtetat tona? Se shpesh tani duke tërhequr paralele edhe me realitetet ndoshta këtu në Maqedoni, në raport që Maqedonia ka me bullgarët, po qoftë edhe apo me grekët, apo jashtë shqiptarët me grekët. Disi, a mendoni që mendësia ballkanike nuk e lejon do me thënë pranimin e historisë më krahapur, me të vërteta që janë në fund të fundit? Për shembull, UNESCO ka pasur një projekt mjaft interesant që quhesh Dezarme l'histoire, domethënë të çarmatosim historinë. Dhe ky është një mësim shumë i madh. Domethënë që mos ta përdorim historinë për qëllime nacionaliste. Dhe Ballkani deri tani ka vuajtur nga kjo gjë, edhe vazhdon të vuajë. Po ja, nga çfarë frike ka Greqia, ose qoftë qarqet akademike greke që nuk i lejojnë studiuesit shqiptar. Çfarë do zbulojnë studiuesit shqiptar atje? Po, do zbulojnë të vërtetën. Që është problemi që është spastrimi etnik i tmerrshëm dhe që për të cilën ata duhet të kërkojnë falje e para. E dyta janë çështja edhe e pronave të çamve. Ata kanë lënë shtëpitë e tyre. Për shembull, nëna ime është çame, është nga Filati. Dhe si thua, ajo nuk mundi të shkojë mbas 90-s të ikit të shohë shtëpinë e saj. Po si ajo janë me mira që janë, për shembull, sa shkonin shqiptar të ndryshëm në të fshatrave, të qyteteve të Çamërisë, të Paremithis, Margëlliqit dhe të Filatit e tjerë, sa shkonin në kufi, ktheheshin mbrapa sepse aty ishte shkruar që ke lindur në Filat, për shembull. Po pa dashur të hyj në spekulime, në qoftë se një shtet do t'i fsheh këto pjesë të historisë, do t'i fshi dhe arkiva, do t'i zhduk ato dokumente. Është kjo e mundur? Ja, nuk është e mundur, nuk fshihen. Pastaj, shiko, është interesant, është një kontradiksion shumë i madh në mendsinë greke. Për shembull, ata kërkojnë të fshin atë që Çamëria nuk ka ekzistuar, është një krijesë historike kot. Mirë, po unë për shembull kam bërë botime të ndryshme, kupton, historike, kam bërë një botim për konsulatat franceze në Shqipëri, në Janin dhe në Shkodër, nga shekulli 17 deri në 19, dhe po të shikosh gjithë tekstet e diplomatëve, e të konsulve të ndryshëm që kanë qenë në Greqi dhe në Janin, shikon që ata flasin për Çamërinë, për shembull, që nga Pogufili, që nga Martin Lik, që nga Henry Bell, ata bëjnë përshkrime të jashtëzakonshme të kulturës çame, të traditave çame, të tipologjisë çame, cilët ishin çamët. Këtë gjë ata nuk mund ta shohin. Librat janë të shkruar. Është si puna e saj që ne shqiptarët e dinim që Zerva, ai një kriminal, kupton, që bëri krimet dhe që sot janë përmendorët e tij janë në Janinën, në Igumenisë e tjerë, në vendet ku ai ka bërë krimet. Ky është një absurditet mjaft i madh. Ndërkohë që në Evropë, për shembull, janë memorialet kundër shfarosjes, për shembull, që janë në Auschwitz ose në vende të tjera, kupton, aty ku janë bërë masakrat. Dua të them që është një absurditet shumë i madh i politikë. Ajo është si puna e politikës strucit, e kupton? Kërkon të fshihet, mirë, po nuk mund të fshihet. E vërteta është aty. Ja të merremi pak me librin e fundit, me domethënë Dino, shtektarët e portës sublime.
disi ka si personazh Abedin Dino, por edhe familjen Dino. Ndërkohë janë duke shkuar në regjia është duke shfaqur disa sekuenca të vet librit, por gjithashtu edhe të një ekspozite që është bërë në Tiranë. Për çfarë bën libri? Në fakt libri flet pikërisht për këtë histori, por nëpërmjet familjes Dino apo jo? Siç ishte familja Dino, ishin pronjët, ishin edhe shumë familje të tjera të mëdha që kanë bërë histori në Çamëri. Por kjo familje, për shembull, fillon historia me Abedin Pashdinon, që ishte një luftëtar i madh, ishte një mendësi e jashtëzakonshme, ai u bë ministri i jashtëm i Turqisë për një periudhë para ngjarjeve të lidhjes së Prizrenit. Ai ishte, si thua, flamurtari i lidhjes së Prizrenit, ishte një mbështetës i jashtëzakonshëm i lidhjes së Prizrenit. Pra një figurë e rëndësishme historike shqiptare. Po. Domethënë ministri i jashtëm i Turqisë, imagjino. I biri i tij, që ishte Rasi Dino, ai ishte, si thua, një firmëtar i deklaratës pavarësisë, ishte bashkëluftëtar me Ismail Qemalin. Ismail Qemali e dërgoi në Kancelaritë e Evropës që të bënte të njohur shtetin shqiptar, ç'ishte ky shtet dhe çfarë i kërkonte vendin e vet në peizazhin politik të shteteve të Evropës. Dhe nga Rasi Dino kemi një familje të jashtëzakonshme, kemi njerëz që i ngelën historisë së artit. Ishte Ali Dino, i cili ishte mbaroi për shkenca politike në Sorbonne të Parisit, u kthye në Preveza, ishte deputet në parlamentin grek, ishte një nga ata që mbrojti shqiptar Çamërin që mos të dëboheshin nga politika greke në kohën e shkëmbimeve 1923 midis Greqisë dhe Turqisë, të këmbimit të popullsive e tjera. Dua të them, ai ishte presidenti i karikaturistëve të Greqisë, ishte një personalitet shumë i madh. Ishte Arif Dino. Arif Dino ishte vllai i tij tjetër. Ai ishte një poet i jashtëzakonshëm, simbolist. Ishte një Guillaume Apollinaire i shqiptar. Shkruante direkt në frëngjisht, sepse kjo familje jetoi në Korfuz, jetoi në Gjenevë, jetoi në Paris, jetoi edhe pastaj në Stamboll. Po kështu, mbas Arif Dinos, i cili ishte edhe njëkohësisht edhe një piktor jashtëzakonshëm, ishte Abedin Dino, ishte vllai i vogël, i cili ishte një modernist i Stambollit, i cili u instalua në Paris dhe punoi në një atelier me Picasso, me Chagallin. Domethënë, ishte një personalitet shumë i madh, ishte mik me Louis Aragonin, ishte njeri i pikturës, ekspozitat e tij ishin të jashtëzakonshme. Kështu që kjo ishte një pjesë e historisë çame, por luftrat e çamëve në kohën sidomos, po të shikosh për shembull, po të shkosh në Hidra dhe Specaj, ka çamë që kanë qenë të instaluar atje dhe janë familje të mëdha çamidec, të cilët kanë dhënë një kontribut shumë të madh në revolucionin grek. Pastaj kemi arvanitësit, domethënë arvanitasit janë në një territor tjetër, por janë me origjinë shqiptare, po. Jo vetëm aq, po ata janë një pjesë e fuqishme e revolucionit grek. Kështu që duke rilevuar kontributin e arvanitasve gjatë revolucionit grek, duke rilevuar dhe historinë çame dhe kontributin e tyre, këto janë dy bazat të fuqishme që ne të ndërtojmë një miqësi të re dhe akoma më të fuqishme me Greqinë. Po për njerë këtë gjë duhet ta pranoj Greqia, po sigurisht. Shiko, unë që flas, unë e dua Greqinë. Unë jam një njeri që e kam shëtitur Greqinë, kupton, kam shkruar, jam botuar në Greqi, janë botuar libra të mi në Greqi. Kështu që dua Homerin, Sofokliun, Euripidin, sigurisht edhe po, nuk mund të hesh demokracinë dhe Aristotelin. Nuk mund të hesh para një masakre të tillë që ka ndodhur, para një spastrimi etnik i cili është një njollë e errët dhe grekët duan këtë njollë ta fshin, mirë po nuk mund ta fshin dot, kështu që prandaj duhet një dialog. Dhe familja Dino, gjithë këto personalitete, kontribues në historinë shqiptare, në historinë e Turqisë, por edhe Greqinë, apo duke qenë njëri prej tyre edhe deputet, lind pyetja natyrshëm, çfarë ose si e shohin çamët e sotëm realitetin
ku ne jetojmë, në kuptimin e asaj që megjithatë ata kanë ikur, jeta ka rrjedhur, ka histori të tjera, pronat ndoshta i kanë marrë të tjerë, të çfarë kërkojnë çamët sot? Çamët nuk kërkojnë ndryshime kufish, absolutisht. Çamët kërkojnë të kthehen në shtëpitë e tyre. Është gjëja më e thjeshtë. Për shembull në Evropë neve i kemi hequr kufit. Lëvizin mallrat, lëvizin teknologjitë, lëvizin njerëzit. Kështu që e njëjta gjë edhe me Greqinë. Kështu që problemi është këtu që një pjesa e çamëve musliman që erdhën në Shqipëri, ata duan të kthehen në shtëpinë e tyre. Të shohin një herë, të shkojnë të prekin pragun, ndërsa çamët e tjerë që nuk u masakruan, që ishin të krishterë, sepse çamët ishin në dy entitete, të krishterë dhe të musliman. Ata vazhdojnë të flasin shqipen, për shembull po të udhëtosh sot në Greqi, të udhëtosh në gjithë pjesën e çamërisë të bregut, nga Parga, nga Preveza, nga Volo, nga deri në Sajade, aty ecën dhe dëgjojnë vetëm shqip. Kështu që domethënë nuk mund ta shohin këtë gjë. Po kur thoni që duan të kthehen, të shohin pronat, mendoni që kjo mund të jetë një burim i mos pranimit të këtij realiteti, sepse pronat mund të jenë zhdukur, mund të ketë marrë dikush tjetër, apo bëhet fjalë vetëm për anën emocionale, për të rikthyer, për të parë Jo, janë të dyja bashkë. Për shembull, po të shikosh të udhëtosh nëpër çamëri sot, në vendet ku domethënë gjen shtëpi të rënuar, gjen shtëpi veneciane që kanë ndërtuar vetë çamët dhe që janë bosh. Domethënë, po të bësh një gid, një libër gid, vetëm me fotografitë e gërmadhave që gjenden sot në Shqipëri, një evropian do të skandalizohet, do të habitet, do të thotë si ka mundësi që ekziston një peizazh i tillë i këtyre shtëpive të braktisura dhe që njerëzit janë ndaluar të shkojnë të shohin, pa le pasaj të kërkojnë pronat. Sigurisht, problemi i pronave do të jetë një episod i dytë. Sigurisht ndoshta do të jetë më i vështirë, por duke ju rikthyer diplomacisë ku sigurisht ju keni peshën tuaj, nëse e vëm në kontekstin e sotëm gjithë këtë bisedë, dhe me që Shqipëria është duke përparuar drejt rrugës të Bashkimit Evropian, do të vijë një moment kur do mbarojnë gjithë ato çështje teknike ku këto çështje do duhet të ratifikohen nga parlamentet e vendeve përkatëse. Në disa vende do duhet të ketë referendum që të pranohet zgjerimi i Bashkimit Evropian. Sa mendoni që do të përdoret si peng kjo çështje për t'i thënë Shqipërisë nuk duhet të flasësh më tepër për këtë çështje nëse do mbështetjen time? Problemi është ato presionet mund të vazhdojnë, kupton, po tashmë kanë ndryshuar edhe rregullat brenda Evropës. Tani është me 3/4, e kupton, në raportet për të vendosur lidhur me një projekt, me një problem të Bashkimit Evropian, nuk është më unanimiteti. Kështu që zgjidhje do të ketë, nuk ka. Do t'i rikthehemi sërish diplomacisë. Po sigurisht. Aty do shkojmë përsëri për të krijuar miqësi me vende të tjera aleate për të bindur të tjerë. Po jo, edhe direkt me grekët. Prandaj është i nevojshëm dialogu politik, dialogu qeveritar, dialogu zyrtar. Është shumë e rëndësishme. Po mendoj që ka ardhur koha që Shqipëria në këtë pozicion që është dhe që do të jetë akoma më e fuqishme nesër, do të imponohet Greqisë që edhe kjo çështje të zgjidhet. Që historianët grek dhe shqiptar të puqen dhe të diskutojnë këtë gjë, të shohin si është e vërteta, që akademitë e shkencave të bashkohen dhe të thonë fjalën e tyre. Pra që kjo çështje më së fundit të mos ngelet si thua një plag e hapur, po të mbyllet. Historiografia shqiptare, diplomacia shqiptare ndoshta është më e hapur edhe në librat historik, të paktën nga ato gjëra që kam parë unë, nuk është tentohet të fshihet
një vërtet ose ku diun të zbukurohet diçka që nuk ka ekzistuar, por Ballkani është problematik në këto çështje. Ju e dini, edhe keni ndjekur debatet mes Skadares dhe përfaqësuesve serb apo jo, në shtypin francez ku historia nuk tregohet ashtu siç është apo jo. Sigurisht, për shembull është debati i famshëm që u hap në gazetën Le Monde midis Draškovićit pikërisht atë Skadares, që ishin dy intelektualë të mëdhenj, kupton, sepse edhe Draškovići ishte një figurë intelektuale, pastaj ai mori pozicione politike. Por tani Draškovići ka ndryshuar. Domethënë mund të ndodhe edhe kjo që duhet kohë, duhet shumë dije, duhet shumë diplomaci që sepse gjithë problemi ishte lidhur me origjinën e shqiptarëve dhe të serbëve, kush ishin parët etj. Gjëra të cilët historia i ka thënë nganjëherë një vend nacionalist e përdor historinë ndryshe, e koncepton ndryshe. E bëra këtë pyetje ambasador Luan Rama sepse edhe Maqedonia e Veriut sot ndodhet në një situatë të tillë ku ka një ngërç në rrugën e integrimeve për shkak të historisë, për shkak të raporteve ose interpretimeve se si i bëjnë maqedonësit dhe si i bëjnë bullgarët historisë, dhe për shumë veta ndoshta përshtypja është se Bullgaria tani tenton të përdor pozicionin momental dominant për mos të shkuar përpara. Prandaj këto paralele duhet përmendur se duhet mësojmë nga historia. Po, sigurisht. Prandaj ishte edhe ai projekti i famshëm i UNESCO të çarmatosim historinë. Kjo është shumë e rëndësishme, mendoj unë. Në fund të kësaj bisede, ambasador, dua të përmend faktin që ju jetoni kryesisht në Paris, por nuk mund të themi, apo vini shpesh në Shqipëri, me që jeni këtu. Domethënë edhe udhësoni shpesh mes Tiranës dhe Parisit. Cili është imazhi i Shqipërisë sot në Francë? Sot imazhi ka ndryshuar, për shembull, nuk është ai i fillimit të viteve 90, i refugjatëve, i prostitucionit, edhe sot ka një vlerësim tjetër të shqiptarit. Ne, për shembull, po të shikosh në Francë ka një diasporë, ka një komunitet shqiptarësh që janë të nivelit, ke shumë artist, ke violinist, ke pianist, ke inxhinier, ke njerëz që punojnë në bankat franceze. Kemi një Preloca, Angelin Preloca, që është një nga koreografët më të mëdhenj, jo vetëm francez, po edhe në rangun ndërkombëtar. Dua të them, kemi Recep Mitrovicën, që është nipi Recep Mitrovicës famshëm, që ka qenë dhe kryeminist dikur. Dhe dua të them që si thua, unë kam bërë edhe një libër lidhur me diasporën shqiptare në Francë, që nga koha stradiotëve të 1500-s që kanë luftuar në flamurin e mbretërve francez, dhe duke vazhduar më pas me 1700 me Konicën. Fej Konica për shembull ishte një njeri shumë i madh, një intelektual i fuqishëm. Dhe Luan Starova ka botuar do dilja edhe këtu. Ju keni lidhje edhe me shqiptarët e Maqedonisë shumë. Sigurisht. Sepse kur jeni diplomat, pavarësisht që ne jemi në Maqedoninë e Veriut, por ajo linja shqiptare funksionon, keni komunikuar me Luan Starovën. Madje më treguan një anekdotë që edhe ftesat ju janë ngatëruar. Po, atje në Paris, nga që ishim dy Luane, kupton. Edhe nganjëherë kur vinin në ftesat për në Ministrinë e Jashtme që bëheshin takime ndërkombëtare etj. Ftesa e tij më vinte mua, ftesa ime i shkonte Luanit dhe i këmbenin pastaj. Domethënë me Luanin kemi qenë shumë të lidhur në atë kohë, por edhe me shqiptarë të Maqedonisë. Për shembull, ka një komunitet maqedonës të shqiptarëve të Maqedonisë në Paris dhe në rrethinat e Parisit. Me Omer Kaleshin, për shembull, ka një miqësi 30 vjeçare, më shumë. Kam shkruar libra për Omer Kaleshin, për këtë personalitet të pikturës, ku edhe kritik të Maqedonisë kanë shkruar për të, po kritik francez, turq etj. Dua të përmend Omer Kaleshin, Luan Starovën, por
ju përmendet edhe personalitete të tjera, por Reshatin pikërisht, sepse kur erdhët këtu në ambientet e gazetës Koha, ku janë të ekspozuara disa punime, ju e njojtët me njerë pikturat, i njojtët me njerë pikturat e piktorit tonë Reshat Ahmeti. Një nga ekspozitat ndërkombëtare që ka bërë Reshati e hapi në Paris, në qytetin universitar të Parisit. Ishte një ekspozit mjaft interesante, një piktur krejt e re, e veçantë, tepër individuale, dhe mbaj mend që kam shkruar në katalogun e tij një shkrim, ai takoi Kadaren, i dhuroi edhe një piktur Kadares. Mua më ka dhuruar një piktur që e mbaj në shtëpinë time, kështu që e kam mik të vjetër. Jam i lidhur edhe me shqiptarët e Maqedonisë. Puna në vetvete të bën të tillë kur je diplomat. Krejt në fund, ambasador, dua t'ju pyes sa e rëndësishme është sot ndoshta pyetja është retorike, megjithatë mendoj që duhet bërë që ky imazh i shqiptarëve i diktuar nga fatkeqësitë historike, i diktuar ndoshta nga rrethanat e vështira të vetjetesës, diktuar nga konfliktet që kanë kaluar, në fakt të përmisohet, nëse mund ta them kështu, në kontekst europian, francez, por jo vetëm, për t'i vënë në shërbim të përparimit të vendeve tona, sepse do të kalojmë në normat diplomatike dhe politike, duam apo nuk duam, ku imazhi, sidomos në kohën e teknologjisë, është shumë e rëndësishme. Patjetër, imazhi dhe kultura. Për shembull, po të marrim Greqinë. Nuk është më ai gjykim që ju bë shqiptarëve fill në kohën e refugjatëve, tani është një brez tjetër. Janë njerëz të kulturuar, janë njerëz që drejtojnë, si thua, koncerte muzikore, drejtojnë, hapin ekspozita, janë njerëz të kultivuar. Është një brez tjetër tani. Dhe gjykimi për shqiptarët ka ndryshuar edhe në Greqi, që ka qenë një qëndrim mjaft përçmues nganjëherë për shqiptarët në viteve të para të kohës së refugjatëve. Kështu që, domethënë, kultura, ne kemi një kulturë evropiane, kupton? Kështu që është kultura që do të ndikoj shumë pikërisht në këtë unifikim të vlerave njerëzore, të vlerave demokratike, të vlerave të kulturore, sepse jemi në një njësi të përbashkët me francezët, me gjermanët, me anglezët, me të gjithë. Pra i duhet rikthyer sërish të dijes, kulturës, diplomacisë dhe finesave apo sigurisht se si komunikohet. Ambasador Luan Rama, faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij podcasti. Edhe unë ju falenderoj shumë. Ne njihemi nga distanca për shkak të punës, por ja ku ndodhi ardha juaj këtu në Shkup për ta bërë edhe këtë bisedë për të njohur më tepër, por ju nuk do ikni në Paris më njëherë apo jo? Do ktheheni në Tiranë? Jo, do kthehem në Tiranë sepse kemi një projekt me ambasadoren zviceran në Tiranë. Do të inaugurojmë një ekspozit dhe një libër, një album fotografik të një humanisti dhe politologu dhe antropologu zviceran, i cili në kohën e viteve 20-30 ka ndihmuar shumë Shqipërinë në shoqatën e kombeve, po edhe gjatë krizës urisë në vitin 1924. Pra, mund ta mbyllim këtë podcast, se duam ose nuk duam, tek librat është e ardhmja, tek historia, tek leximi, për të ndërtuar argumentet që historia i ka, po ne duhet t'i dim dhe t'i shfaqim që shkojnë në favorin tonë. Historinë ta shohim pikërisht jo në anët negative, po në anët pozitive që na bashkojnë. Faleminderit shumë edhe një herë. Edhe unë ju falenderoj shumë. Të dashur ndjekës të podcastit Rishtazi, realisht kisha kënaqësinë që zhvilluam një bisedë me një personalitet, me një diplomat, Luan Ramën. Thash edhe në fillim, një ambasador emblematik, ka jetuar dhe jeton mes Francës dhe Shqipërisë, mes Parisit dhe Tiranës, por dhe autori shumë librave, siç ishte edhe ai i fundit për të cilën dhe folëm, dhe aq më tepër që ja rikthyem në memorie edhe çështjen Çame apo gjithë atë histori të dhimbshme të historisë së Shqipërisë. Podcastin Rishtazi mund ta gjeni në të gjitha platformat digjitale të gazetës Koha, dhe deri herës tjetër, mirupafshim.